Në sondazhin e fundit të realizuar në muajin qershor, Instituti për Hulumtim Stratum RD konfirmon se Vleni është partia e parë e shqiptarët, thuhet në një komunikat nga Vlen. Sipas tyre, në pyetjen nëse sot do të mbaheshin zgjedhjet për cilën parti politike do të votonit, 34% janë deklaruar për Vlenin, ndërsa vetëm 30% për BDI-n. Kjo është anketa e dytë që e nxjerr Vleni para BDI-s brenda 2 muajve. Rezultatet e këtij sondazhi janë tregues i qartë se qytetarët po e ndajnë politikën e rezultateve nga politika e propagandës, thuhet në komunikat. Sipas Vlen, ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, ligji për lojrat e fatit, ligji për medresen, ligji për jurisprudencën dhe ligji për arsimin e lartë, mbi 40 provime profesionale në gjuhën shqipe, One Stop Shop në pikat kufitare me Kosovën dhe Shqipërinë, 306 projekte për komunat shqiptare, mbi 2500 biznese të reja, mijëra punësime dhe avancime, fillimi i ndërtimit të kampusit të Universitetit Nën Tereza, investimi prej 20 milion eurosh për fazën e tretë të sheshit Skënderbeu, rikonstruimi i spitalit të Tetovës me 74 milion euro, ndërtimi i autostradës Shkullac dhe i korridorit 8, rritja e pagave dhe pensioneve janë fakte që nuk mund të fshihen me konferenca për shtyp, dezinformata apo propagandë. Vlen në komunikat thot se 2 vite punë konkrete kanë mjaftuar për të dëshmuar se shqiptarët nuk mashtrohen më nga retorika boshe dhe se mbështetja fitohet me vepra e jo me fjalë.